Është pyetur Ibn Qudame, cili është i lumturi? Tha, ai i cili nëse i ndalen frymëmarrjet, nuk i ndalen sevapet. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Pak me lejnë Allah Azza wa Jall, po kemi dëshirë të qëndrojmë në hijen e kësaj fjale madhështore nga Ibn Qudame, duke u referu tek fjala e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse e hedhim një shikim në sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, atëherë shohim se janë disa vepra të cilët besimtarit shpërblimet i shkojnë edhe pas vdekjes. Prandaj neve duhet na interesoj, çdo besimtari dhe besimtare duhet të interesoj se cilat janë ato vepra, të cilat ka mundësi mi vepru, e shpërblimi i ecë edhe pas vdekjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni mirë këtë hadith madhështor, këtë hadith të bukur, i cili është hadith autentik, ku tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Tha, nëse vdes, apo kur të vdese biri i Ademit, i ndërpriten veprat përveç se 3. E para, tha, një sadaka e rrjedhshme, sadakatun jarije, një sadaka e rrjedhshme. Çka është sadaka e rrjedhshme? Është një sadaka që ke mundsu që të vazhdoje e mira saj, hajri saj, sikurse për shembull e ke ndërtuar një xhami. Ti edhe pas vdekjes në xhami vazhdon hajri, vazhdon namazi, vazhdon leximi i Kuranit, vazhdon mësimi i Kuranit, vazhdon dhikri, vazhdon xhumoja, vazhdon namazet me xhamat, e kështu me radhë. E mira vazhdon, ndërsa ty të vinë shpërblimet, apo e ke mundsu një institucion të dijes së dobishme, një vakëf ku mësohen shkencat e fesë për shembull, apo ku përhapet bamirësia, apo një jetimore ke mundsu, e ajo vazhdon, hajri vazhdon, e ty të vinë sevapet edhe pas vdekjes. Kjo është sadakatun jarije, një sadaka rrjedhëse, ku e mira, dobit, shpërblimi, sevapet të ecën edhe duke qenë në varr. E sa vepër e bukur, sa vepër e dobishme që është kjo. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend apo një dije e cila përhapet, nga e cila njerëz përfitojnë. Edhe pas vdekjes njerëzit kur përfitojnë, edhe ty të shkojnë sevapet apo shpërblimet. Pastaj fundi që ka përmend pejgamberi alaihi salatu wasallam në këtë hadith është apo një fëmijë i mirë që lutet për të. Pra lutja e fëmijës tënd, ato llogariten veprat mira që ty të vinë edhe pas vdekjes. Me një tjetër hadith pejgamberi alaihi salatu wasalam, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, dhe ju kërkoj që të keni kujdes, sepse është me të vërtet një hadith shumë i dobishëm, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë prej veprave dhe të mirave që i vazhdojnë besimtarit edhe pas vdekjes së tij janë, dëgjoni mirë, ka thonë një dije të cilën ja ka mësuar të tjerëve dhe është përhapur. Pastaj një fëmijë i mirë që e ka lënë pas, apo një Kur'an që e ka lënë si trashëgimi, një Kur'an për shembull e blen, apo 2, apo 3, apo 10, ja shpërndon tjerëve, edhe pastaj ata kur të lexojnë ato veprat e mira, edhe ty të vinë. Një Kur'an që e ka lënë si trashëgimi, apo një xhami që e ka ndërtu, apo një shtëpi për udhëtarët që e ka ndërtu. Kanë mundësi udhëtarët me gjetë streh, apo një lumë që ja ka mundsu rrjedhjen e tij, që ja ka mundsu që të ecë një lumë, apo një sadaka, një lëmosh që e ka nxjerr kur ka qenë i shëndetshëm dhe gjatë jetës së tij. Gjithë kjo pejgamberi alayhis salam na ka tregu se i shkon edhe pas vdekjes. Pra shpërblimet e këtyre i shkojnë besimtarit edhe pas vdekjes. Sa madhështore është poshtë, duhet të kemi kujdes. Duhet të kemi kujdes se ashtu që shkojnë edhe veprat e mira që të vinë pas vdekjes, ka mundësi që edhe veprat e këqija, nëse kelon veprat këqija, nëse kelon mundësi apo kelon diçka ku njerëzit vazhdojnë të shohin të keqen, atë vepër destruktive apo të dëmshme që kelon, sikurse për shembull tash në social media, ata që përhapin sende të dëmshme, mëkate, gjunahe, lakuritsi, me muzikë dhe mëkate tjera, gjithë këto mëkate pastaj edhe nëse vdes kur njerëzit i shohin apo i përjetojnë ato apo i ndëgjojnë ato, ti personit i vinë të këqijat apo gjunahet. Dhe në anën tjetër po ashtu, në anën e kundërt, ai i cili e shfrytëzon për hajër, i shfrytëzon social media, e shfrytëzon Facebookin, YouTube'in, TikTokin, apo pa marrë parasysh cilën platformë
nga social media shfrytëzon për hajër, për me përhap të mirën, për me përhap dijen e dobishme, për me shpërnda dobin, për me postu vetë, me shkrujt vetë, apo me shpërndajt. Por më parasysh, nëse njerëzit pastaj vazhdojnë dhe përfitojnë, ti e merr shpërblimin. Allahu Azza wa Jall dëgjoni mirë këtë ajet. Dëgjoni mirë dhe me të vërtet duhet të na trazoj ky ajet. Duhet të na këndell ky ajet. Allahu Jalla Jalalu thot në Kur'an: "Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allahu Azza wa Jalla me të vërtet na i ringjallim të vdekurit dhe e regjistrojmë, e shkruajmë atë që kanë dorëzuar më herët nga veprat, që kanë vepruar me qaddamu wa atharahum, kjo shumë e rëndësi, dhe gjurmët, subhanallah, dhe gjurmët e atyre veprave. Pra nëse janë të mira, gjurmët e atyre veprave të mira, nëse janë të këqija, gjurmët e atyre veprave të këqija. Wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dhe çdo gjë e kemi llogaritur saktësisht në një libër të qartë. Kështu që çdo musliman dhe muslimane duhet të jetë vigjilent, duhet të jetë i zgjuar, duhet të jetë prej atyre të cilët shikojnë të lëjnë vepra të cilët i sjellin të mira shpërblime edhe pas vdekjes, edhe pasi të ndalet frymëmarrja, siç tha Ibn Qudama al-Maqdisi, dhe ky është me të vërtet i lumturi. Ndërsa ana e kundërt të kësaj që tha Imam Ibn Qudama, ai i cili nëse i ndalen frymëmarrjet, nuk i ndalen veprat e këqija. Ky është me të vërtet i dëshpëruari. Ky është me të vërtet ai që mund të shpallet si i humbur. Kështu që ke kujdes se çka po poston, çka po shkruan, çka po vepron në këtë botë, dhe apo je prej atyre të cilët janë me të vërtet të lumtur që zgjedhin vepra të cilat i shkojnë shpërblimet, i shkojnë sevapet, edhe pasi që t'ju ke ndal frymëmarrjet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح